Bora, besoj e ke më të thjeshtë, mbasi ke dëgjuar dy parafolësit. Flasim gjithmonë për premtime, në qoftë se të mëdhenj që ju premtojnë, rritje pagash me një shifër caktuar, rritje pensionesh me një shifër caktuar, pavarësisht se kjo ka qenë një kallë që e keni ngritur ju si fillim. Do të thënë, sot në këto 28 ditë që kanë mbetur, me çfarë do t'i përballë, për shembull Lëvizja Bashkë, ato premtime që kanë bërë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, që t'jenë më interesante, t'jenë alternativë më e mirë për t'i zgjedhur njerëzit nesër, të mendojnë që do jetojnë më mirë nëse do të votojë për Arlind Qorin për Lëvizjen Bashkë. Ne do t'i përballim njerëzit me të vërtetën, me diçka që shumë e thjeshtë, për ditëshmëria e tyre. Njerëzit nuk kanë para për të blerë ushqimet, për të pasur një jetesë dinjitetshme, për të paguar qera, nuk kanë pensione të dinjitetshme. Ka ende qytetarë në Shqipëri, pensionistë që marrin pensione nga 80.000 lekë, 100.000 lekë, dhe asnjë premtim i Edi Ramës që u përmend më parë 1.000 euro, 500 euro, 600 euro, mund të thotë çfarë do shifre të dojë. Domethënë nuk besoj se asnjë pensionist do ta besoj seriozisht domethënë premtimin e Edi Ramës, sepse ka pasur 3 mandate për ta bërë këtë gjë dhe nuk e ka bërë. Dhe jo vetëm kaq. Gjatë protestave të pensionistëve, Edi Rama u shpreh se nuk ka para mjaftueshëm buxheti i shtetit për shkak të mungesës së kontribuesve në skemën e sigurimeve shoqërore, për shkak të vështirësive të ndryshme që qeveria e buxheti i shtetit ka. Argumenti që kanë përdorur ata është na duhet të shëndoshnim mirë ekonominë e më pas të pyetja është çfarë ka bërë Edi Rama nga nëntori, dhjetori, janari deri më sot që ekonomia pa pritur u shëndosh dhe pensionet do të rriten. Se unë mbaj mend Edi Ramën në nëntor, dhjetor kur kanë pasur protesta pensionistët që thoshte kur të hymë në BE do t'i çojmë pensionet sa minimumi etik, diçka e tillë domethënë. Kështu që sot është fare e thjeshtë për t'u ballafaquar me brockullat që nxjerr nga goja si ai, si Sali Berisha kur vjen puna tek propozimet që japin. Po një pyetje tjetër është, nëse Edi Rama premton që do miratohet bashkë me Sali Berishën, që do miratohet minimumi etik. Lëvizja Bashkë ka çuar 2 vjet më parë një projekt ligj me 20.000 firma qytetarësh në parlament për miratimin e minimumit etik, bazuar të një skemë e përllogaritjes që e kishte hartuar dhe avokati i popullit. Dhe ai projekt ligj ka 2 vite që ndodhet në zyrtarët e kuvendit dhe asnjë prej këtyre deputetëve nuk ka marrë mundimin që ta çojë përpara dhe të kërkojë llogari. Pyetja tjetër që unë ngre me gjithë këto premtimet absurde që këto bëjnë. Mbaj mend Sali Berisha ishte në një takim me disa biznesmen që po i ankoheshin që për tatimin e dividendit, edhe ai as nuk ja kishte haberin sa që tatimi i dividendit dhe pa dashje tha një shifër më të lartë se qeveria e ka bërë tashmë, biznesmeni ju ankua dhe ai tha do ta shikojmë. Domethënë këta kudo që shkojnë premtojnë gjëra të cilat nuk qëndrojnë dhe as kanë ndërmend të mbajnë fjalën. Një tjetër pyetje që unë do kisha ose që është fare që mund t'i bëhet qytetarëve fare kollaj se nuk kam asnjë pyetje për Edi Ramën dhe Sali Berishën, se ja u di fare mirë programin që nuk e kanë edhe se çfarë kanë bërë deri më sot.